Zbardhen detaje nga vrasja e biznesmenit italian në Tepelen, autori i krimit Nipi Gramos Ruçit dhe Miki Tërmet Peçit. Në orët e parë të mëngjesit të sotëm është vrarë me armëzjarri shtetasi italian Eduardo Sarci në Salari të Tepelenës. Policia ka zbardhur të tjera informacione lidhur me ngjarjen e rëndë, ku sipas raportimeve paraprake viktima ishte duke udhëtuar me automjet së bashku me disa persona të tjerë, kur një individ i armatosur u doli para dhe hapi zjarr në drejtim të tyre. Shoferi i biznesmenit italian Eduardo Sarci ka dëshmuar se Gazmend Braçe është autori i vrasjes. Ai dëshmoi se autori u doli para makinës dhe ngriti dorën për ta ndaluar dhe në atë moment autori ka hapur zjarr duke qelluar shtetasin italian. Policia ka ngritur disa postobllogje në zonë për kapjen e Gazmend Braçes. E shkuara erët e Gazmend Braçes. Gazmend Braçe është djali e Qeren Braçes dhe Nipi Gramos Ruçit. Gazmend Braçe u arrestuan vitin 2019 pasi mori armën nga brezi i oficerit patrullës së policisë dhe plagosi me të Aleksandër Zhapajn gjatë kohës që të dy po shoqëronin në spital një të afërm të lënduar gjatë një sherri në një lokal në Levan të Fierit. Gazmend Braçe, 22 vjeç në atë kohë, akuzohej për veprat penale, vrasje me dashje mbetur në tentativë dhe goditje për shkak të detyrës së punojësit të rendit publik. Mik me Tërmet Peçin, sipas burimeve jo zyrtare, firma të lidhura me Qeren Braçen dyshohet se kanë përfituar rregullisht tender nga Bashkia Tepelen gjatë kohës që kryetar ka qenë Tërmet Peçi, një figurë politike që disa e konsiderojnë si aleat të ngushtë të familjes Braçe. Si ndodhi përplasja në spital në gushtin e vitit 2019. Konflikti me hunjthi ka shkopin bejsbolli dhe deri tek përdorimi i armëve të zjarrit në 31 gusht në Fier, që më pas solli përplasjen armatosur brenda ambienteve të spitalit, ndodhi si pasojë një shikimi të shtrembër dhe të ftohtë mes Mili Monellarit dhe Donjan Zhapajt, i cili ishte nën shoqërinë e të fejuarës së tij. Mili Monellari, i cili ka ngulur syt, por nuk kanë folur asnjë fjalë së bashku. Kur Donjani është kthyer në shtëpi bashkë me babain e tij Aleksandrin dhe vllan tjetër Aldo janë ulur për kafe. Gjatë kësaj kohe ka telefonuar Mini Monellari, i cili i ka thënë për kafe. Donjani ka shkuar tek një lokal me emrin Darion, ndërsa babai dhe vllait nuk i ka treguar. Në lokal ka takuar Milin, ndërsa persona të tjerë qëndronin larg. Më pas aty është afruar një person me emrin Gazi Braçe, i cili ka thënë që Mili është kunati i tij dhe çfarë kishte ai me të. Pasi deklaruesi ka sqaruar situatën, Gaz Braçja e ka sharë dhe ka goditur me grusht në supë. Deklaruesi nuk ka reaguar dhe është larguar nga lokali duke shkuar tek babai i tij Aleksandër, ku i ka pohuar se kishte bërë sherr me djemt e Qeren Braçes. Ky i fundit, një ish zëvendës kryetar komune në Levan dhe person me precedent penal dhe lidhje në politik në qarkun e Fierit. Lindja e këtij konflikti ka detyruar të dyja palët të ritakoheshin sërish në një kafene e quajtur 4A. Por tashmë palët në këtë takim, me qëllim sqarimin e konfliktit, kanë qenë rigrupuar dhe të pajisura me armë, zjarri, thika, shkopinj bejsbolli, shkopinje sende të ndryshme. Në vend që diskutimi të shkonte në drejtim për t'u sqaruar dhe shuar konfliktin, takimi ka shërbyer për t'i hequr për të hedhur akoma më tepër benzinë zjarrit, të duke sjellë një përplasje mes dy grupeve që më pas u përshkallëzua deri në përdorimin e armëve brenda ambienteve të urgjencës spitalore të Fierit. Në këtë përplasje tre vëllezërit Zhapaj kanë mbetur të dëmtuar. I dëmtuar me thik në bark ka mbetur edhe Klajdi Lamaj, i cili ka kërkuar ndihmë kamarierit lokalit që t'i hiqte thikën që kishte në krahun e djathtë në fund të barkut dhe kamarieria ka hequr thikën e ngulur, ndërsa Aleksandër Zhapaj, duke parë tre djemt e tij të shtrirë në dy shemen e lokalit dhe njërin prej tyre të bërtiste, qëlloni se na vran, ka qelluar një herë të vetme me çiften që kishte marrë me vete, armë të cilën e disponon me leje. Kjo goditje me armë në ajër ka sjellë largimin nga vendngjarja e grupit të drejtuar nga djemt e Qeren Braçes, duke e zhvendosur përleshjen këtë radhë me armë brenda ambienteve të urgjencës së spitalit të Fierit, çka solli ngritje në këmbë të organeve shtetërore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kjo pasi arma që është përdorur për të kryer krimin brenda në spital ishte një automatik Kalashnikov që mbahej në krah, nga efektivi i policisë së Fierit, Arjan Memaj.